Tirana ishte mikpritëse e samitit të procesit të bashkëpunimit për Evropën Juglindore. Diskutimet me dyer të mbyllura në këtë takim duket se nuk kanë qenë të lehta, pasi Serbia dhe Bosnja-Hercegovina nuk kanë qenë në një mendje me pjesën tjetër të Evropës sa i përket luftës në Ukrainë dhe situatës në lindjen e mesme. Beogradi dhe Sarajevo kishin pretendimet e tyre për çështje të lidhura me sigurinë, por unë mendoj që siguria nuk është vetëm brenda shtëpisë tonë, siguria është një term dhe definicion më i përhapur, më i gjerë dhe çfarëdo sot ndodh në botë është një rrezik për stabilitetin, jo vetëm atje ku ndodh, por për gjithë vendet e botës dhe ne kemi kuptuar shumë mirë se çfarë ndodhi me agresionin e pajustifikuar rus ndaj Ukrainës. Presidenti Vjosa Osmani dha më tepër detaje sa i përket kundërshtisë së Serbisë për të dënuar agresionin rus në Ukrainë. Dhe arsyetimi i Serbisë ishte sepse ata ishin kundër pjesës ku dënohet agresioni rus ndaj Ukrainës, ishin kundër pjesës ku flitej për lindjen e mesme dhe ishte kundër pjesës ku flitet për NATO-n. Po ashtu pjesë e diskutimeve ishte edhe një kërkesë e drejtuar perëndimit për heqjen e sanksioneve të vendosura ndaj Kosovës. Ne ram dakord që çështja e sanksioneve të vendosura ndaj Kosovës është një çështje që unë kam deklaruar në gjithë daljet e mia publike, që është një çështje e padrejtë, një çështje që duhesh zgjidhur shumë kohë përpara. Ndërkohë në konferencën përmbyllëse të samitit të mbajtur nga presidenti Bajram Begaj dhe homologët e tij bullgar dhe të Maqedonisë së Veriut, kreu i shtetit përcaktoi edhe një herë integrimin e Shqipërisë në 2030 si prioritet të vendit. Qëllimi ynë strategjik mbetjet mbyllja e procesit të negociatave deri në vitin 2027 dhe antarësimi në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Ne po punojmë intensivisht për të arritur këtë synim mallor. Presidenti i Bullgarisë, Rumen Radev, gjatë fjalës së tij vuri në dukje presidentes së Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska, se vendi i tij mbështet integrimin e Ballkanit në Bashkimin Evropian, por më parë duhet të zgjidhen ato që ai quajti sfida të brendshme që lidhen me shtetin e së drejtës dhe të drejtat e njerëzit. E mbyllim këtë konferencë për shtyp.